We're grateful also that you have chosen to be here with us. We know that your home and Fort lumturia e tij, Ioani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, drejtoi liturgjinë hyjnore në katedralen e Shëngjergjit në Boston, një nga qendrat më të rëndësishme të jetës shpirtërore të komunitetit ortodoks shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vizita e kryepiskopit Ioan ishte ngjarje e veçantë për besimtarët e shumtë shqiptar të diasporës të mbledhur nga Bostoni dhe zonat përreth. Fort lumturia e tij u prit me nderime nga Hirësia Nikodhimi, episkopi i Kishës Ortodokse Shqiptare në Boston. Të dy hierarkët bashkëmeshuan liturgjinë hyjnore duke dhënë dëshmi të gjallë uniteti e vazhdimësie në traditën liturgjike të Kishës Ortodokse Shqiptare, si na dhe ashtu edhe në diasporë. Kjo ditë kishte edhe një tjetër domethënie të veçantë sepse përkoi me përvjetorin e dorëzimit në gradën priftërore të Imzot Theofanolit, themeluesi i kësaj kishe dhe një prej figurave më të shquara të historisë së kishës dhe kombit shqiptar. Përkujtimi i këtij momenti historik ishte rast reflektimi mbi rolin e tij në themelimin e jetës kishtare shqiptare në Amerikë dhe në përpjekjet për ruajtjen e identitetit shpirtëror e kulturor të komunitetit shqiptar në Mërgim. Në fjalën e tij drejtuar besimtarëve, kryepiskopi Ioani theksoi se veprimtaria e Nolit mbetet shembull për kushtimin ndaj kishës, model shërbimi ndaj popullit dhe përpjekjes për ndërtuar ura mirëkuptimi dhe bashkimi. Përkujtimi më i mirë i të gjithë njerëzve që kanë kontribuar për kishën, theksoi ai, është jetojmë një jetë sipas mësimit ortodoks. Vizita e kryepiskopit Ioani dhe kremtimi i liturgjisë hyjnore përbën një moment historik për jetën kishtare të komunitetit ortodoks shqiptar në Boston të Shteteve të Bashkuara, duke përforcuar ndjenjën e unitetit, kujtesën historike dhe përkushtimin ndaj misionit të kishës në shërbim të besimtarëve.